falet maestron tuaj, Ilir Shaqiri, mirëmbrëma Ilir. Do ta lë Ilirin aty deri të hënën që ta keni në dispozicion. Mirëmëngjesi fermer. Duar trokitit ku janë? E që si kërcasin koska të musë. Kjo maestro orë me bo loja, më orë me bo se s'po kuptoj. Shumë janë dyshus mbi gjitha kjo Sara. Nuk do t'jetë thjesht sfidë, unë mendoj që Iliri do të qëndrojë edhe ca. Nëse të hënën, Ilir Shaqiri thotë është banor i ri i fermës. Ai do jetë banor, nuk do ikë të hënën. Mirë se të vi është një konkurrent shumë i fortë. Ka ardhur me një lloj misioni, jo vetëm për misionin e kërcimit. Ja e premtja derit mort do vi maestro me nejt me flejt me ne. Ku e pe mjelmën ti ke unë? Unë shofte ty 10 mjelma. O zbulu i talenti më këtu ke ne për kërcim. Unë kam ardhur me një mision. Është shumë e thjesht gjëja. Është ekstrem. Shumë i fortë. Do e kena gjatë, ma? Do e kena? Mua personalisht do kisha shumë frikë. Se është një konkurrent shumë i fortë. Stima e ashtoni mundësin që ai mund të bëhet dhe banor. Po lutbohet o vëllai. Po nëse bëhet banor është akoma dhe më keq. Pastaj dhe dua me gjithë shpirt që ky të jetë deri në fund. Edhe nëse është mision që ai ka më ndajt, ai ka më dalë për 2 javë, se nuk ka fuqi, nuk ka nerva. Mirë shaka. Do t'i shkoj komplet kundër gjërave që ata duan. Ti do dalësh me kupën e budallajt ndo. Le ta kem. Dhe i ka piketuar se kë mund ta nxjerrë pak nga vetja. Ki pak respekt se jetu fol me mu. Do na fusin në një tri sot? Iliri, mendoj që pa. Thoni ja. Unë besoj që do jetë gjë pozitive, edhe se konkurrenti është shumë. Po, edhe unë kam shumë qejf tjetër. Shumë mirë, na ka ndru. Se ngren edhe atë stekun e lojës. Komplet. A thu ka me qenë Iliri banor? Më duket se ka me qenë banor. Sa ai është banor, bi që jena mirë jashtë. Se nëse ai me tamam do ishte i ftuar i Arbanës që do vinte këtu mysafir, do sillej si i tillë, s'kishte pse më bezdis me thon një mendim për macet e Mozës, një mendim për këtë, një mendim për atë. Ose mund të jetë gjitha lojë e inskenume e tillë që ne të mendojmë për kështu, po nuk është. Tani po filloj po besoj që ai do jetë lojtar. Sepse më vjen çudi që dje me gjithë ato siklet që kishte, alergjin, gjitha nuk pati akses të shkonte. Sepse ai e përmend shumë shpesh, se unë deri të hënën jam, pastaj iki. Një njerëz që do ikë të hënën se i përmend kaq shpesh. Unë dua që të qëndroj më gjatë, sepse dua që ta bëj lojën me njerëz që ja vlen që të jetohet. Ky është një personalitet që ka ardhur nga jashtë për në lojë. Rasti Iliri do vazhdonte të rinte këtu brenda, do isha shumë e lumtur. Po nuk është problem direkt i mbrëmshëm se s'është konkurrent. E kanë ngrënë. Jeni gati për të prezantuar tani një tjetër konkurrent. Jam e sigurt që do të trazoj dinamikat në shtëpi